teksa pritet që pas pak minutash të nisë protesta e radhës në formën e foltore se Sali Berishës dhe demokratëve që do t'i bashkohen edhe këtë të hënë, Adriatik Lapaj që ndërkohë protestonte në bulevard përpara godinës së kryeministrisë prej disa ditësh, është zhvendosur nga bulevardi për t'i lënë hapësirën zotit Berisha. Ishte një skenar që e parashikuam edhe pak më herët për të respektuar hapësirën e demokratëve për të mbajtur foltoren e tyre sikurse ato bëjnë çdo të hënë, ndërsa mbështetësit e zotit Lapaj me ndihmën edhe të operatorit do të mundohem në këto momente që po themi të zhvendosemi vetëm për të treguar, po themi ku është zhvendosur edhe protestuesit, ku janë zhvendosur, pra janë zhvendosur në anën tjetër të bulevardit për të pritur përfundimin e foltores së zotit Berisha dhe për të rikthyer më pas në protestën e tyre, protestë e cila zhvillohet prej Adriatik Lapaj të Shqipërisë së hënës së shkuar, kur zoti Berisha përmbylli foltoren e tij vetëm 2 orë më pas. Zoti Lapaj mori vendimin që zhvillonte një tjetër protestë përpara kryeministrisë, protestë e disa ditëve në fakt që ka patur edhe tensione me policinë. Madje edhe vetëm pak minuta më herët Shqipëria bëhet pretendoi se ka patur një të lënduar në protestën e tyre nga ndërhyrja e policisë, e cila po themi her pas here është parë edhe në protestën që ka zhvilluar Adriatik Lapaj përgjatë këtyre ditëve përpara kryeministrisë,